Përmbyllet me sukses projekti financuar nga Bashkimi Evropian në Roskovec dhe Kurian, një investim për të rinjtë dhe zhvillimin e qëndrueshëm të Roskovecit. Bashkia Roskovec në partneritet me organizatën Science Innovation for Development shënoi sot përfundimin me sukses të projektit të bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian, rivitalizimi i shkollës qendër komunitare në Kurian për qasje më të mirë ndaj zhvillimit social dhe ekonomik për të rinjtë dhe grupet në nevojë. Ky projekt ambicioz, i cili ka nisur prej vitit 2022 dhe deri në muajin nëntor të këtij viti, ka transformuar hapësirat arsimore dhe sociale në Kurian, solli rikonstruksionin e plotë të shkollës Didim Bishani dhe krijimin e një qendre komunitare dhe trajnimi profesional, tashmë të kthyer në një pikë referimi për zhvillimin e qëndrueshëm të zonës. Gjatë zbatimit të projektit, 227 të rinj dhe gra u trajnuan në 6 profesione praktike, duke fituar aftësi të reja për tregun e punës. Palë skemës së granteve, 8 biznese, 4 të reja dhe 4 që zgjeruan veprimtarinë, një nismë artizanale grave dhe 2 butina morën mbështetje për të zhvilluar veprimtari që nxisin punësimin, turizmin dhe sipërmarrjen vendore. Në ceremoninë përmbyllëse u shpërndan 78 certifikata për kursantët e programeve kamarier dhe marketing digjital, të cilat përfunduan me sukses trajnimin profesional. Në fjalën e saj përshëndetje, kryetarja e Bashkisë së Roskovecit, zonja Malinda Buki, përkthye rëndësinë e projektit për jetën e komunitetit. E para njërë që është shumë e rëndësishme kemi një shkollë të rikonstruktuar, e cila jetë tani një shërbim më të mirë procesin e mësimdhënies, dhe më shumë se unë këtë e ndjej ata që janë aty, stati përditshëm mësimdhënës në zosit që janë aty, dhe kjo është palësi projekti. E dyta kemi një eksperiencë tashmë në stafin e bashkisë, me gocat dhe djerë që janë pjesë dhe drejtorish përkatës e sektorit përkatës, të cilët u angazhuan që të njëherë të vetme me zbatimin e këtij projekti. Në emër të delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, zotit Mia Pezel, drejtuesi i sektorit social, vlerësoi bashkimin dhe komunitetin për angazhimin dhe rezultatet e arritura. It is really a pleasure to be here, especially seeing so many young people around the table and in the second row, those that are direct beneficiaries of the project. Jemi shumë të kënaqur të shohim ndikimin pozitiv që ky projekt ka sjellë në jetën e të rinjve dhe grave në Roskovec. Përmirësimi i infrastrukturës arsimore, programit të trajnimit profesional dhe mbështetjes së sipërmarrjes janë hapa konkret drejt zhvillimit ekonomik dhe social të qëndrueshëm. Pas ceremonisë, kryetarja e Bashkisë së Roskovecit, zonja Malinda Buki, së bashku me përfaqësuesin e delegacionit të Bashkimit Evropian, zoti Mia Pezel, vizituan disa nga bizneset e krijuara në kuadër të këtij projekti. Ky projekt është një model frymëzues i bashkëpunimit mes Bashkisë së Roskovec dhe Bashkimit Evropian, që synon të fuqizojë të rinj, gratë dhe grupet në nevojë përmes arsimit, formimit profesional dhe nxitjes së sipërmarrjes.